Presidenti francez Emmanuel Macron ka bërë thirrje për rihapjen e menjëhershme të ngushticës së Hormuzit, pas bisedimeve me presidentin iranian Masoud Peskov në një kohë kur tensionet në rajon vazhdojnë të ndikojnë tregjet globale dhe sigurinë detare. Macron deklaroi se të gjitha palët duhet të heqin bllokadën e ngushticës pa vonesë dhe pa kushte, duke theksuar se objektivi është rikthimi i plot i lirisë së lundrimit që ekzistonte përpara shpërthimit të konfliktit. Presidenti francez u ndal edhe te iniciativa e përbashkët e Francës dhe Mbretërisë së Bashkuar për krijimin e një misioni shumëkombësh që do të garantonte sigurinë e anijeve në ngushticën e Hormuzit. Ai u bëri thirrje vendeve të tjera të bashkohen me këtë nismë, duke thënë se zhvillimet e fundit kanë treguar qartë nevojën për një mision të tillë. Macron zbuloi gjithashtu se i kishte kërkuar presidentit iranian të shfrytëzonte momentin për uljen e tensioneve, ndërsa paralajmëroi edhe bisedime me presidentin amerikan Donald Trump për situatën në rajon. Sipas presidentit francez, rikthimi i qetësisë në ngushticën e Hormuzit lidhet drejt për drejt me përparimin e negociatave për programin bërthamor të Iranit, por edhe me çështje më të gjera të sigurisë rajonale. Kthimi i qetësisë dhe në ngushticë do të ndihmojë në avancimin e negociatave mbi çështjen bërthamore, çështjen ballistike dhe situatën rajonale, deklaroi Macron.